Vrau nënën e tij 18 vjeçari grek shokon me dëshmin. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Greqinë ku një 18 vjeçar ka mbytur nënën e tij në Trikala. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Flamaulit, ku 18 vjeçari vrau nënën e tij duke mbytur me peshqir në banjo. Pasi kreu aktin, 18 vjeçari telefonoi policin dhe u tha se vrau nënën e tij. Ai priti brenda në banesë derisa mbriti policia. Ai deklaroi se gjithmonë donte ta vriste nënën e tij pasi debatonte me të. Ai gjithashtu hodhi akuza ndaj viktimës se ajo kishte shumë afera jashtë martesore. Gjithmonë kam dashur ta vras nënën time sepse ajo nuk më kushtoi vëmendje. Debatonte me mua dhe kishte shumë lidhje, theksoi ai. Viktima ishte ndarë nga babai i riut, ndërsa nënë e birë kishin grindje të shpeshta. Ngjarja tragjike nuk ishte një debat i agravuar, pasi autori theksoi se po shikonte televizor me nënën e tij kur u ngrit dhe mbyti me peshqir të ëmën. Pa ndodhur asgjë mes nesh, u ngrita, mora peshqirin e saj, e vurra rreth qafës dhe e shtrëngova dhe e vrava, thuhet se i tha 18 vjeçari policisë.